Kampi veror Buzëqeshin Verës, i organizuar nga Bashkia Shkodër, po vijon me sukses për të tretin vit radhazi, duke mbledhur qindra fëmijë në një atmosferë plot lojra, aktivitete edukative dhe argëtim. Fëmijët shprehen se po kalojnë një verë të veçantë, po argëtojnë çdo ditë dhe mbi të gjitha, po krijojnë miqësi të reja që shpresojnë t'i ruajnë edhe pas përfundimit të kampit. Mu duk një mënyrë shumë e bukur që fëmijët mu vun në aktivitet gjatë verës, edhe përderisa kam pas mundësinë me kanë pjesëmarrëse kësaj kënaqësie pse jo. Pëlqen shumë vullnetarizmi. Shumë mirë në këtë kamp, na kënaq na shumë të drejtë. Ne qëndrojmë nga ora 9 deri në orën 12 satër. Po mi çdo ditë pëlqej shumë lehtë. Vim çdo ditë, jena shoqja dhe kushina. Lujm për shembull, lujm lojna me rraf, lujm disa lojna që na thot kampi, vizatojmë, na thon histori. Më pëlqen shumë kampi. Unë përja kaloj shumë mirë, më pëlqen kampi shumë. Mu me pëlqen kampi dhe shkolla. Unë kënaqem në kamp dhe në shkollë. Pëlqem shumë, kena dëshirë me lujtë më shumë futboll. Punonjësja sociale Stesi Buriqi tregon se interesi këtë vit ka qenë shumë më i lartë se pritshmëritë, me regjistrimet që kanë tejkaluar parashikimet. Për këtë arsye kampi është zgjatur edhe me një javë, në mënyrë që sa më shumë fëmijë të bëjnë pjesë e aktiviteteve. Relativisht kena pas një numër të madh të përfshirjes të fëmijëve nga rajoni 3, 4, 5, por ashtu dhe komuniteti rom. Ato janë mësuar me njëri tjetrin, kanë krijuar miqësi të reja dhe po argëtohen në lojrat që ne kena menduar për ta dhe po ashtu pyesim edhe ato vetë për dëshirat që kanë për zhvillimin e lojrave dhe kena një bashkëpunim shumë të mirë me fëmijët. Kena dhe pjesën e ushqimit dhe të pijeve, të cilat pas disa lojra mund të konsumojnë në mënyrë të tillë që të marrin edhe pak energji për pjesën tjetër të ditës. Na kanë ardhur fëmijë dhe jashtë pritshmërive dhe jashtë listave të fillimit. Pra na janë shtu, kanë marrë njëri tjetrin në shokë të shoqet edhe janë bashku kampit. Nga interesi i lartë që kena pas, kemi shtu dhe një javë tjetër për te planifikimit. Paralelisht është duke zhvilluar kamp në rajonin do zhvillohet në javët në vazhdim tek rajoni numër 5 dhe pas asaj jave data 20-24 do zhvillohet përsëri te rajoni numër 1 me fëmijët e rajonit 1 dhe 2 tek qendra Dizëllonjat. Pra është menduar që të jetë një muaj plot me aktivitete për fëmijët e qytetit Shkodër. I zhvilluar në disa qendra komunitare dhe shkolla, si në qytet ashtu dhe në njësitë administrative, kampi ofron fëmijëve mundësi për të socializuar, për të zhvilluar aftësi të reja dhe për të kaluar pushimet verore në një mjedis të sigurt, edukativ dhe gjithëpërfshirës. Përmes Buzëqeshin Verës, Bashkia Shkodër vijon të investojë në mirëqenien e fëmijëve, duke krijuar atyre hapësira ku të mësojnë, të bashkëpunojnë dhe të ndërtojnë kujtime të bukura së bashku.